Ju e keni hedhur këtu dhe një paralele tjetër me rastin e ish-ministrit të bujqësisë Faton Peci. Ku e keni gjetur këtë gjallëshmërinë? Në media. Në media. A s'është bërë publike ky lajm? Jo, po them ku e keni gjetur gjallëshmërinë në aspektin e procedurës ligjore. Që është gjallëshmëri, për mua janë këto gjëra të qarta. E keni pasur dosin e Faton Pecit ndonjëherë? Jo, nuk e kam pas dosin e Faton Pecit, por Jeni njësuar për të ditur nëse aty ka vendim të prokurorit për ekzaminim të telefonit? çdo zhvillim që ndodh në sektorin e drejtësisë unë e përcjell me kënaqësi. Kështu. Ka qenë Keni rasti qenë të publik. informuar që aty ka vendim të prokurorit? Jo, s'kam qenë informuar, se na keni informuar ju si media neve. Keni thënë që Faton Peci nuk jep dot PIN kodin biometrik. Dakord? E pse shkoi kërkesa në prokurori? Mirë, po prokurori rastit në hetime ndaj ish-ministrit Peci ishte shala, a i thot se edhe ndaj tij ka lëshuar vendim për ekzaminim të telefonit, mirë po, me që ndryshe nga pula i Peci nuk ishte dhënë fjalkalimin, atëherë ka kërkuar urdhën nga gjykata që telefonin e ish-ministrit Peci ta dërgoj për ekzaminim jashtë institucioneve të vendit, me që aparatura e policisë dhe agjencisë nuk arrijnë ta thyen fjalkalimin. Në anën tjetër ju jeni edhe prokurori i rastit të ish-ministrit të bujqësisë Faton Peci. Në këtë rast ju keni kërkuar që gjykata të lëshojë një urdhër për ekzaminim telefonit. Çfarë dallon ky rast? Pra kur dallimi që bëhet përjashtimi dhe kërkohet në këtë rast urdhri i gjykatës? Në të gjitha rastet, unë kam përvojë pune 15 vite në sistemin prokurorial. Në të gjitha rastet ne kemi lëshu vendim për ekzaminim për angazhim të ekspertit nga ana e prokurorëve. Edhe në rastin në fjalë që po e përmendni, është lëshu vendim për angazhimin e ekspertit nga ana ime si prokuror i shtetit. Mirë po, për shkak se institucionet konkrete nuk kanë arritur të bëjnë thyrjen e pasvordit apo kodit, ne kemi kërkuar një urdhër të veçantë nga gjykata vetëm për thyrje të kodit apo pasvordit, i cili urdhër mund të na shërbej për procedura të mëtejme nëpër institucione që vendore apo ndërkombëtare dhe nuk e bën dallimin, do thotë, nga procedura të tjera. Përndryshe të gjitha procedurat janë të ndjekura njësoj në të gjithë sistemin prokurorial deri më tani. Pra i bie që në qoftë se i njëjti do ta jepte fjalkalimin, ju nuk do të kërkoni një urdhër nga ana e gjykatës. Pavarësisht a japin pëlqimin për fjalkalim apo jo, vendimi për ekspertizë i prokurorit të shtetit e mbulon të gjithë procesin e ekzaminimit, që nënkupton edhe thyrjen e fjalkalimit nëse ka mundësi, nëse mbështetin në aparaturat aktuale të sistemeve apo agjensive të forenzikës. Ju keni qenë në të njëjtën kohë pra dhe kryeprokuror, në fakt në të kaluarën kryeprokurori prokurisë Melon në Prizren, pikërisht në kohë kur janë zhvilluar hetimet ndaj të dyshuarit Shkodran Pulaj, si rezultat i këtyre hetimeve dhe janë ngritur aktakuza tani dhe janë duke u zhvilluar proceset gjyqësore në disa gjykata të vendit. Si është bërë ekzaminimi i telefonit këtë rast? Jo vetëm në këtë rast, por në të gjitha rastet, sa kam shërbyer si kryeprokuror, sa kam shërbyer si prokuror, sa shërbej në prokurori speciale, të gjitha rastet kanë të njëjtën procedurë të ndjekur. Prokurori i shtetit lëshon vendim për angazhim të ekspertit. Kjo është në pajtueshmëri edhe me kushtetutën, edhe me të gjitha kodet e procedurës penale, qoftë rajonit apo më gjerë, si dhe me standardet e gjykatës evropiane për të drejtat e njerëzit. Dhe do thotë nuk mund të bie ndesh një dispozit e kodit të procedurës me kushtetutën, sepse mos harrojmë kodi i procedurës penale i Republikës së Kosovës është i vitit 2022, ku kam qenë edhe unë pjesë e grupeve punuese që kemi bërë amandamentimin dhe plotësimin e kodeve, po kanë marrë pjesë edhe ekspertë ndërkombëtar nga të gjitha fushat dhe kanë qenë, do thotë, kanë vlerësuar edhe pajtueshmërinë me standardet ndërkombëtare të këtij kodi. Kështu që nuk mund të mendojmë që mund të ketë konflikt mes kushtetutës dhe ligjit dispozita e nenit 145. Dhe të gjitha kodet e rajonit e parashojnë njësoj që prokurori është organi apo autoriteti procedural kompetent për lëshimin e vendimeve për ekzaminim të pajisjeve elektronike, kompjuterike, ku hyjnë edhe telefonat dhe çdo gjë tjetër.